Maro nuk guxova ta sfidoj Sali Berishën. Sali Berisha ka frikë Alicia Balliun si individ, por ka frikë garë. Vetëm ideja që mund të ketë garë kjo parti ose dikush tjetër guxon ta sfidojë, ai nuk e lejon dhe pa diskutim, nuk do të ketë kundërshtar përveç ato që do t'i zgjedhë vetë si kuplat e veta për fasadën e tij të radhës së shëmtuar. Sali Berisha e di qartë as di që thuaj që politika ka mbaruar dhe që me të në krye Partia Demokratike nuk vjen më në pushtet. Pasi ky individ i ka marrë demokratëve të gjithë të drejtën e tyre për të qenë një parti serioze, për të qenë një parti e cila jep shpresë, sepse ja ka marrë këtë të drejtë, ja ka marrë pasi në momentin që Berisha ose në drejtësinë merret si PD-ja apo në drejtësinë, në momentin që Berisha është në ngrata merret si gjithë partia është në ngrata. Dhe në këtë mënyrë ai ja ka marrë mos t'i vëlloj keq ose ta them dhe vjedhur demokratëve të drejtën për qenë një alternativë serioze dhe për qenë një alternativë e hapur, jo për ndërkombëtarët dhe drejtësisë. Nuk mund të fitoj PD-ja kur është kundër institucioneve drejtësisë.